Hajna të hynë në një shtëpi kur asnjë antar nuk ishte aty. Avullohen mira euro e 13 lira ari. Një vjedhje e rëndë ka ndodhur mbrëmjen e 11 marsit në fshatin Patoqani Olët në komunën e Rahovecit. Persona të panjohur kanë hyrë në një banesë dhe kanë marrur një sasi të konsiderueshme parash dhe stoli ari. Ngjarja dyshohet të ketë ndodhur mes orës 19 dhe 22:30 në një kohë kur asnjë antar i familjes nuk ishte në shtëpi. Sipas informacioneve nga vendi i ngjarjes, hajnat hynë me forcë përmes një dritare në pjesën e pasme të objektit. Ata fillimisht deportuan në katin përdhes, ku gjetën një kasafort brenda së cilës, sipas pronarit, ndodheshin rreth 35.000 euro. Më pas, në dhomën e gjumit, autorët marrën edhe 13 lira ari me vlerë rreth 15.000 euro, të cilët pas kryerjes së vjedhjes, ata u larguan në drejtim të panjohur. Në vend ngjarje ka ndalë njësitë patrulluese të policisë, hetuesit dhe ekipi forenzikës, të cilët kryen ekzaminimet për mbledhjen e provave. Me urdhër të prokurorit, rasti është regjistruar si vjedhje e rëndë, ndërsa hetimet për identifikimin e autorëve janë në vazhdim.